Flasim mbi dosjen e Akshit, me mua në studio është bashkuar gazetari Ferdinand Dervishi. Zoti Dervishi, ju përshëndes. Përshëndetje. Zoti Dervishi, nga hetimet e prokurorisë del se kompanit e ngritura nga të akuzuarit e dosjes Akshi vijojnë ende të marrin para publike. Çfarë do të thotë kjo, si funksionon kjo skem dhe si e shihni? Atëherë, unë e kap të fakti që ne kemi një person që quhet Ergyes Agasi, i cili ishte gjithmonë shtetshëm, pra ati ishte dhënë si cop Akshi, na merru ti me këtë punë, i cili është person në kërkim dhe për cilin nuk ka asnjë lajm nga bëhet, nga s'bëhet, çfarë bën etj. Dhe përveç ti, unë shoh që personazhe shumë të fuqishëm të botës krimit në Shqipëri të shpallur në kërkim për shkak të dosjeve të spakut, pra personazhe që ne i quajmë në majën e kupolës kriminale në Shqipëri, janë shpallur në kërkim dhe për herë të parë unë shoh një shtet shqiptar që për asnjërin nga këta nuk ka më informacion. Nuk di që. Nuk më ka ndodhur në 30 vjet gati karrierë gazetareske që dikush ose një grup persona të shpallen në kohë të ndryshme për një periudhë kohore, si thua, në kërkim dhe mos ketë asnjë dieni dhe asnjë gjë për tyre. Nuk ka ndodhur kurrë kjo gjë. Pra një hendek shumë i zi dhe shumë i madh midis spakut dhe policisë shtetit dhe agjencive të tjera përgjegjëse, shërbime sekrete apo ku diun. Një hendek të tillë nuk e kam parë ndonjëherë. Një vendosje të tillë, një polici dhe një shërbim sekret dhe të tjera, që nuk funksionon asnjë gjë, sepse ne shohim që nuk ke asnjë personazh të kalibrit lartë për cilin ore u bë një operacion dhe su kap. S'kemi dëgjuar as këtë. Të dëgjonim dhe këtë të paktën. Nuk e kemi dëgjuar. Atëherë ne kemi një problem shumë të madh këtu. Këtu është problemi dhe këtu duhet parë dhe problemi. Dhe mua më del që aty te spaku ky Ergyes Agasi është akoma zot. Pra kjo logjik, kështu si po funksionojnë gjërat, mua më del që ky është akoma zot aty. Ky komandon akoma aty. Ky vendos gjërat akoma aty. Plus, ne kemi një drejtoresh e cila është në arrest shtëpie, por që nuk është shprehur dikush që kjo është e pezulluar nga detyra dhe s'mund të bëjë dot veprime. Këtu nuk e kemi. Tjetër, ka edhe një problem të madh. Kemi dhe problemin e mosmatjes së punës. Pra ne themi që firma që dalin në dosjet e SPAK vazhdojnë të marrin tendera. Problemi është që ne themi abuzime të Akshi, abuzime të mëdha të Akshi, tendera të paracaktuar. Pra Ergyes Agasi ulej atje dhe thoshte këtë do jap këtij. Pra që kjo është e vërtetuar, kjo është të ka dalë, është e vërtetuar nga dosja hetimore. Madje është e vërtetuar edhe në formën që janë 2 milion për këtë gjën. Unë e bëj 4. Kush je ti që bën 4? Kush je ti që nga 2 këtë tender e bën 4? Ku je ti? Çfarë je ti? Ti je zoti i këtij vendi, mbreti i këtij vendi. Pra, tregon që ai ka fuqi sa një kryeministër, ai ka fuqi sa ministra, ai ka fuqi mbi Karçanajn, ai ka fuqi mbi të gjithë, sa arrin që një tender nga 2 të përcaktuar ta bëj 4. Kjo është, besoj, situata aktuale, sepse dhe nuk matet puna. Pra, flasim që me tenderat e Akshit, por t'ju them për herë të parë një shifër, që e mora nga Open Data, sepse thonë gjithë 100 milion, 200 milion, jo zotri. Nga vitit 2019 deri në vitin 2024, tendera të dhëna nga Akshi shuma është 680 milion euro. Në vitin 2025 ishte 34 milion euro. Në vitin 2026 është parashikuar 67 milion euro. Pra nga viti 2019 deri në vitin 2026, me gjithë parashikimin e 2026-ës, Akshi do jap, ka dhënë dhe do jap 782 milion euro tendera. Të mendojmë dhe është thënë dhe pranuar nga ekspert që këto tendrat e Akshit lënë pothuaj gjysmë fitimi. Atëherë bie te këto 800 milion euro. 400 kanë qenë fitim. Ku kanë shkuar? Dhe po të sjell një histori në Italinë e jo më larg se viti 1992.
Unë kam qenë shumë i ri atëre dhe më vriste veshin një shprehje, Tangentopoli. Tangentopoli. Ishte një çështje që hapeshin kronika televizive të Rai Uno, se ku di unë, të emisioneve italiane. Ky ishte një hetim që kishin bërë prokurorët në Milano për hetimi u quhet Manipulite, ose duart e pastra. Dhe çfarë zbuloi? Zbuloi qindra politikanë italian, të cilët ishin në pushtet dhe u ja jepnin tendrat në mënyrë të paracaktuar klientëve të tyre. Dhe kundrejt 10%, këtu të ne shkon 30%, shkon dhe 50% në zona rurale. Në Berat shkon 50%. Dhe parat shkonin për xhepa politikanësh dhe financim fushatash. Kjo u zbulua. U shkatërrua Partia Socialiste Italiane Bettino Craxit. Dhe u dëmtua, u shpërbë dhe u transformua Demokracia Kristiana, që ishte partia kishte dominuar politikën italiane në ato kohë. Tani, si kompensoheshin këta? Këta kompensoheshin duke rritur artificialisht kostot, duke përdorur materiale të lira, duke kërkuar shtesë fondesh që e bënte dyje, nga 2 e bënte 4, shtesë fondesh. Pra, të dyja shkonin o në xhepat politikanëve o në financim fushatash. Pra është e njëjta gjë kjo që po ndodh këtu. Ndërkohë që cilësia punimeve është e dobët, është e njëjta gjë, por aty pati fuqi shteti. Pati fuqi shteti. Që prokuroria, sistemi drejtësisë në këtë rast, pati fuqi ta rrëzonte përfundimisht në këtë gjendje që kishte marrë ulërimën. Kjo histori. Këtu te ne ka edhe probleme të tjera, edhe shumë të rënda, dhe sistemi drejtësisë nuk e ka fuqinë. Zoti Dervishi, sa thellë shkon skandali i Akshit? Ka dalë edhe pothuajse gjitha lidhjet tani më kanë dalë dhe janë bërë publike, për shembull ajo e agasit me zëvendëdrejtorin e policisë Tiranës, Erion Ismaili, pra deri ku shkon kjo? Sikur skandali i Akshit të hetohet mirë, nuk rrëzon vetëm një qeveri, rrëzon edhe një mënyrë shumë të egër të instalimit të korrupsionit të lidhur me krimin organizuar në Shqipëri. Rrëzon dhe këtë. Dhe i jep një frymëmarrje shumë të madhe shoqërisë shqiptare. Tani, unë do thosha këtë gjë, edhe do përsërisja. Vërtet ky njeriu është në kërkim, por skema vazhdon të jetë e njëjtë. Kjo tregon se dikush tjetër në maj të pushtetit është interesuar që kjo skem të vazhdojë. Ky është problemi që po ndodh dhe kjo është thelbi, besoj, i gjithë historisë. Ju përmendët një nëndrejtor policie. Ai ka qenë drejt për drejt i interesuar, i punësuar, pjesë e bandës, pjesë e grupit të organizuar kriminal, që kishte lidhje me Akshin. Dhe del në këto dosjet e hetimore, në disa momente. Një moment është kur ky i marri peng, thot gjatë kohës së rrëmbimit dëgjova pengmarrësit që nuk është bërë denoncim për mua dhe unë e di që këtë e bën Erion Ismaili, sepse Erion Ismaili, nëndrejtori i Tiranës, pak kohë më parë më ka çuar kështu të fala përmes një personi dhe të rrit larg tendrave të Akshit. Pra, krye polici Tiranës, numri 2, ty të shërben si krah i fortë, i armatosur i një bande kriminale. Dhe një rast tjetër i dërgoi një zarf, ishte i hapur dhe i thonë që kjo prokuroria kërkon ca dëna bankare për familjarët e tjera, asiguracione e tjera, dhe ky mëson që nuk ka lidhje kjo histori, por kjo ishte bërë në mënyrë të jashtëligjshme nga nëndrejtori i policisë së Tiranës. Kemi edhe faktin tjetër që të rrëmbehen njerëzit në mes të Tiranës me bluza personat që shkruan nga lart gjëra që i ka shteti, nuk shkruajnë me policia, tani shkruajnë BKH, se është me fort BKH-ja, dhe të marrin njerëzit, pak në 2 raste në Tiranë, shkojnë drejtim të Elbasanit apo Durrësit, dhe policia e Tiranës është jashtë loje. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon një lidhje shumë të fortë midis policisë dhe krimit në Shqipëri. Kjo ishte për këtë Ismailaj. Përballë këtij fakti, zoti Dervishi, jemi përpara një rrënimi të sigurisë? Nuk ka nevojë ta them unë. E ka thënë Ergys Agasi në bisedë të përgjuar, të publikuar me
të tjetrin që shpallën në kërkim, Ermal Beqiri. Dhe është fjalia që i thot, merret me kokainë Gysi, qa me bo me kokainë. Pra Gysit nuk intereson më kokaina dhe fitimi nga kokaina. Fitimi nga kokaina që është nga fitimet më absolute në botë të krimit, të shkryesori dhe më absoluti që le një fitim shumë madh, nuk i hyn në sy Gysit më. Sepse Gysi, Ermal Beqiri thot, informacioni është gjë shumë më e madhe se numrat. Pra, kokaina dhe informacioni të vëna në një balancë, ai informacioni e ul balancën. Do më thëmë, po të kesh informacion, ti nuk ka nevojë s'ke që do kokainën. Ti bën më shumë lek me informacion, kap më shumë njerëz, shtrëngon më shumë njerëz, se sa me kokainë. Kjo është ajo çfarë shteti shqiptar ka lejuar të bëhet me sistemet e tij të sigurisë, me të dhënat e tij sekrete, të gjitha, një pas një që nga timsi e deri te hipoteka në duar të krimit të organizuar. Janë shkarkuar të gjitha arkivat dhe i ka krimi i organizuar dhe mund të bëj çdo doj me to. Jemi në ditën e hallit. Zoti Dervishi, nisur nga akuzat për grup strukturuar kriminal, kemi një hierarki të provuar nga SPAK, por edhe një skem se si mund të merreshin pra tenderat, pastroheshin parat. Ke diçka konkrete? Është shumë e thjeshtë. Akshi është quajtur si obori i pasmi kryeministrit Edi Rama, se është dhe vetë atje kështu fizikisht mbrapa kryeministrisë, si godin. Dhe aty kishte një baxhanak të tij që ishte ka dalë në përdosje si pjesë që bashkëpunonte me këtë Geron Meçen e tjera e tjera. Një moment saktuar futet Ergys Agasi, njeriu që do e kontrollonte këtë gjë. Dhe Ergys Agasi ju la mundësia të vendoste rregullat e tij. Sepse ai kishte mundësi më shumë se gjithë, ju dha mundësia më shumë se gjithkush tjetër, ti ndante këto që të shkonin fitimi, të shkonte te njerëzit e dur dhe jo te njerëzit e gabuar, ose te njerëzit që nuk dinin ta ndanin mirë, ose te njerëzit që e merrnin tenderin dhe jepnin pjesë të vogël atij që duhet t'jepni pjesë më të madhe. Pra Gjys Agasi e mori të gjithë këtë përsipër dhe tha, e bëj unë të gjithën që të gjithë mbeten të kënaqur dhe secilit marrë atë që i takon. Dhe kjo është skema që se ka kuptuar mbase njeri se si funksionon dhe si kanë funksionuar tendrat e Akshit. Një njeri që ishte i Zotit, a dyfishonte tenderin. Që do më thënë, merren ato para, i jepen krimit të organizuar, i cili përdoret. Merren ato para, të cilat kur vinë fushata zgjedhore, ta shpjegova me rastin italian, u përdor kanë për fushatë. Pra, kjo është e gjithë skema dhe nga kjo duhet të friksohemi. Zoti Dervishi, videot e regjistruara nga Ergys Agasi, a jeni dakord që të publikohen paralelisht e lidh këtë edhe ndoshta për një krahasim me dosjen e Pshtenë, dosja e famshme ndërkombëtare, dhe çfarë impakti mendoni se do të kishin? Tani, jo gjithmonë videot mund të publikohen të gjitha. Sepse edhe dosja e Pshtenë nuk ka për të publikuar e gjitha, sepse informacione që ka aty për momente të ndryshme, për persona të caktuar, mund të bëjnë dëm me publikimin më shumë se sa fitim. Pra, kjo është ajo balanca që kërkohet në raste të tilla. Plus, ne jemi përballë faktit që tashmë aktualisht ajo është në hetim. Pra, e para një duhet hetohet, gjatë, duhet dalin çështje me radhë, të hetohen dhe ato gjatë, të ezaurohet e gjitha dhe pastaj mund të dali në publik një pjesë, pra, e dosjes, e filmimeve që ai ka bërë, por që nuk dëmtojnë persona më shumë se sa sjellin fitim për publikun, për shoqërinë. Kjo është, sigurisht, po të publikoheshin ato në një dorë, si thua, jashtë këtyre llogarive që bën shteti dhe shoqëria, ose që i nevojitë shtetit dhe shoqërisë, një gazetar gjysmë i përgjegjshëm ta zëm, do ishte bërë gjakun gjumë, kupton, do ishte vajtur historia, do ishte përmbysur gjithçka në këtë vend. Por ato janë në duar të njerëzve të shtetit, të cilët i masin një për një dhe i shohin një për një se çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet nxjerrë. Sigurisht që nuk mund të pretendojmë që edhe SPAK-u ka 100% fuqinë me Zotin, te drejtësia me Zotin të bëjë ato gjëra që duhen bërë. Drejtësia e re,
për ditën e tepër, po kuptojmë që ka qenë një drejtësi e komanduar nga lart, në drejtësinë e re janë infiltruar persona, qoftë në SPAK, që nuk janë për atë punë, që bëjnë punë në partive politike, që janë të kapur për një arsye apo për një tjetër, sepse diku ju është bërë një nder, sepse vinë nga familje që janë lidhjet pushtetit e tjera, se cili është munduar, kush ka pas mundësi në atë kohë, qoftë opozita, qoftë pozitat, të infiltrojnë njerëzit e vetë. Fati i historisë që janë bërë këto punë që janë bërë deri tani është sepse një pjesë aty kanë qenë korrekt dhe kanë treguar në karrierën e tyre që nuk janë. Më shumë orientohen te e vërteta dhe te e drejta, ti shërbejnë shoqërisë dhe popullit tyre, se sa ti shërbejnë politikës dhe krimit, por fatkeqësisht kemi aty personazhe krejtësisht të pazot që ne nuk dim çka ka bërë njëri apo tjetri, të them unë një emër dhe ti dhe ose gazetarët e kronikës të thonë këtu që s'ka bërë asnjë dosje, ose them një emër tjetër që ka një dosje 5 vjet dhe se ka bërë. E tjera, por po flasim për një grup që ndjen atë ngrohtësinë që thotë, ok, ne mbështetemi nga populli, ok, ne jemi te e drejta, ne mbështetemi nga Shtetet e Bashkuara, e tjera. Pra kjo është situata. E qartë, zoti Dervishi edhe diçka të fundit. Pas nisjes së hetimit, u zhduk vera e shtrenjtë e Ergy Sagasit. Nuk ka asnjë informacion se kjo heshtje. Tani të zhdukësh verën në disa me një kamion apo me 2 kamiona, me 3 kamion, nuk është si të zhdukësh kartën e celularit sekuestruar. Është një gjë shumë e rëndë. Ka rënë sistemi. Një shtet që i ka rënë sistemi. I ka rënë sistemi sigurisë. Polici, po di unë, kush futet aty, tatime, dogana. Nuk e di se kush tamam janë përgjegjës për atë historinë aty, izolimin, lënien e rojes aty, apo disa rojeve, monitorim me kamera, tjera. Se kuptoj pse s'kanë ndënjur policia aty derisa të vinë të merret, të sekuestrohet, apo ku di unë se ç'ka ndodhur, por kam frikë se kjo është zhdukur dhe për faktin se doli një verë e shtrenjtë me një emër që konsumohej nga Ergy Sagasi te kopshti 4.5 milion euro shi kryeministri që ka bërë aty 33.000 euro vera dhe marka ku di unë, dhe mund të lidhej me disa shishe të asaj marke që ishin aty. Mund të jetë dhe kjo, nuk e di me siguri, po praktikisht është një goditje shumë, ose si thua është një zhburrim shumë të madh që ty të ka bërë krimi organizuar si shtet. E qartë. Zoti Dervishi, faleminderit, Kneci.